Selam aleikum. Haxhi, kjo xhami që jetë në Qizu, konsiderohet si universiteti më i vjetër në botë. Prej këtu domethënë janë zhvilluar pastaj fakultete të ndryshme. Në këtë xhami që po shef, do të ngjarje me një dietar shumë të madh që ka pasur emrin Muhammed Tahir ibn Ashur, ka qenë vërtet një mufesir i njohur, e ka tefsirin e njohur Tahrir wa Tanwir fi tefsir, ka pasur libra të tjera në objektivat e shariat, për shembull ka me qasd të shariat islamie. Ka ndodhur një ngjarje që po du me përmend shkurt për ty dhe për gjithë shikuesit që më kalon përshtypje. Këtu që ka pas aty prokolla për rreth xhamisë, ka pazare. Edhe njëherë kur kish pas dash në orë për xhumohet me afal në namazin e xhumos, ka kalu pranë atyre pazareve dhe ka pas shumë gra të zhveshura. Në atë kohë ai udhëheci që kishte qenë shumë për rendimor, ka dashur me fut këtë frymën e rendimit, me u zhvesh gratë, me hekni hijabin e kështu me radhë. Ka hyrë në minber edhe subhanallah i ka thonë kështu xhamatit, ju ka drejtuar kështu. Thonë me tekst domethënë tunezian, ise u shkon leje filosofat. Thonë gratë ku që ato që i pashën në treg, në pazare. Me fjalë tjera që janë të zhveshura. Ka bo pak pauzë, o ndalë pak, ka thonë prapë. Nise u shkun leje filosofat. Thonë gratë ku i ato që i pashën në pazare. Me tekst tunezian, me thonë, në dialekt tunezian, edhe është ullë. Hutbën e parë më ka kry, është ullë. Pastaj është ngrit, edhe ka thonë, subhanallah, ka thonë, la khajra fi salatikum wa nisaukum uraya, nuk ka khajr në namazin tuaj e gratë i keni të zhveshura. Dhe i ka thonë fire i kametit. Kjo konsiderohet si hutbeja më e shkurt në historinë islame. Hutbeja më e shkurt në historinë islame që e ka mbajt ky dietar i njohur Muhammed ibn Tahir ibn Ashur. E kjo ka ndodhur këtu në xhami, Haxhi. Allahu e shpërbleft këtë dietar të madh. Mashallah, mashallah. Që xhamit Zejtuna. La ilaha illallah. Ma i vjetri universitet këtë konsiderohet kjo. Në vitin 120 hijri është ndërtu, 732 dhe më thoni bjen, edhe ka vazhdu. Pastaj është zgjeru. Allahume barik.